Spitali Amerikan 2 vazhdon të shtojë shërbimet për pacientët, ndërsa një nga doktorët më të njohur të neurokirurgjisë i është bashkuar bluzave të bardha aty. Doktor Ozcan Çikletekerioglu, me eksperiencë në Gjermani, SBA dhe Turqi dhe me universitetin të realizuar në shkollën mjekësore ushtarake. Përshëndetje, emri im është doktor Ozcan Çikletekerioglu. Jam neokirurg dhe kam më shumë se 30 vite eksperiencë në fushën time. U diplomova në Ankara nga shkolla mjekësore ushtarake. Më pas përfundova specializimin në po të njëjtin universitet. Pas kësaj pata një eksperiencë 7 vjeçare jashtë vendit, në Gjermani për 4 vite dhe në Universitetin e Colorados në SBA për 3 vite. Që nga viti 2003 kam punuar në Stamboll në një spital universitar privat dhe kam punuar me shqiptar që nga 2004. Ndërhyrja në problemet e shtyllës kurrizore dhe metodat më të fundit shkencore janë pikat e tij të forta. Kam operuar shumë pacient. Zona ime e interesit janë sëmundjet e shtyllës kurrizore, operacionet e shtyllës kurrizore si herniacioni, disku në zonën cervikale ose lumbare. Gjithashtu ne kemi një praktik shumë të mirë pa kirurgji, që quhet metoda e ablacionit me radiofrekuencë. E kemi bërë prej kohësh edhe këtu në Shqipëri. Edhe në Stamboll kemi pasur më shumë se 2000 raste. Tani po bashkëpunoj me Spitalin Amerikan 2 dhe do t'i vizitojmë pacientët tanë në këtë spital. Spitali Amerikan 2 shton se për pacientët janë jo vetëm mjekët më të mirë, por edhe pajisjet e kohës.